Përshëndetje, jam këtu në Rom me Hasan Aliaj, i cili në vitin 1991 bashkë me shumë vlonjat të tjerë mori morkjatorin e famshëm për të drejtuar drejt Italisë, por rrymat e detit i përplasën drejt brigjeve të Malit Zi, e më pas më në fund arritën në Itali falë dhe ndihmës forcave detare italiane. Prej 34 vitesh jeton në Itali, por që asnjëherë nuk e ka harruar rrënjët e tij, dhe për këtë qëllim ka bërë dhe një gazetë që quhet Rrënjët, te Radici, ku flet gjithmonë për lidhjet e forta me Shqipërinë. I dashur Hasan, të falenderoj për gjithçka që bën për të ruajtur rrënjët e diasporës shqiptare këtu në Itali me adeun Shqipërinë. Faleminderit, është një kënaqësi që unë njoh, po ju dhuroj këtë libër dhe së shpejti do të dhurojmë dhe gazetën Rrënjët, e cila shkon në gjithë botën, del fizikisht, qysh nga viti 2002. Shumë mirë. Shumë faleminderit dhe ju përgëzoj për punën që bëni për lidhjet me Shqipërinë. Faleminderit juve. Faleminderit.